përballë dy sfidave. Një, mbrojtjes konsumatorit, sepse sigurisht është e rëndësishme dhe siguria ushqimore e konsumatorit, dhe dy, mbrojtjes fermerit. Dhe i vetmi që duhet të ndërhyjë në këtë rast për të garantuar të dyja është qeveria, për të garantuar dhe konsumatorin që ha diçka të shëndetshme, edhe që puna e fermerit mos shkojë kot. Dhe kjo është detyra dhe këtë kërkoj unë që të bëj qeveria dhe të bëj Ministria e Bujqësisë. Është minimumi që duhet bërë që në rastet kur kapen ngarkesa me pesticide të thuhet ku kapen, nga cila zonë dhe cili fermer, që mos të marrin kosto të gjithë fermerët, sidomos të një zone, ndërkohë që mund të jetë edhe një rast sporadik diku tjetër. Dhe ky është minimumi që duhet bëj qeveria në çdo rast për hir të transparencës dhe të sigurisë edhe të konsumatorit. Shumë faleminderit. Zoti Spahia, keni fjalën, të përgatitet zoti Braçe. Të nderuar qytetar shqiptar, zonja dhe zotëri deputet, dëgjova pak më përpara këtu përfaqësuesit e atij që identifikohet si shtet, por që në fakt është një organizatë kriminale që funksionon mbi vjedhjen dhe kodin e omertas. Derisa t'ju lëshoj ai që identifikohet si kryeministër, por që në fakt është kreu i kësaj organizate. Flisnit për bum ekonomik, po ndërkohë për shëndetësinë në vend që t'i rrisni buxhetin, ja keni zbrit nga 3.1% e prodhimit brendshëm bruto në 2.9% të prodhimit brendshëm bruto. Dhe më mirë sa ato pamje tek onkologjiku të atyre pacientëve, të cilët luftojnë me vdekjen, dhe janë të abandonuar plotësisht nga shteti, sepse nuk gjejnë as ilaçe, nuk gjejnë as aparatura për të diagnostifikuar, e as për të trajtuar. Asgjë më mirë sa ato pamje nuk flet për rëndësinë që një shtet i zhytur në krim dhe në korrupsion i jep gjës më të shtrenjtë që kanë qytetarët shqiptar, shëndetit të tyre. Mashtroni sikur po rritni rroga e pensione, ndërkohë që njerëzit e ndershëm mezi kapin fundin e muajit. Identifikoheni si shtet, por në fakt në asnjë vend të botës nuk ndodh që zëvendës kryeministra, ministra, kryetar bashkish, drejtora pa fund përfundojnë pas hekurave dhe ai që i emron bën sikur s'din asgjë. Vetë deklarohet si i pafajshëm, sikur nuk di asgjë, por në fakt është porositësi i çdo vjedhje dhe bashkëpunimi në krim në këtë vend. Sot diskutojmë për dokumentin më të rëndësishëm të vitit, buxhetin e 2026-s. Dokumentin që do duhet të përcaktojë zhvillimin, mirëqenien, shërbimet dhe dinjitetin e çdo qytetari. Por për fat të keq, sot jemi përpara një projekt buxheti që i kthen shpinën qytetarëve shqiptar. Një buxhet që ul standardet dhe largon Shqipërinë edhe më shumë nga Bashkimi Evropian. Qeveria ka propaganduar këtë buxhet si më të madhin në 35 vite, por e vërteta është se ky buxhet është thellësisht i padrejtë. Nuk është buxheti i zhvillimit, por buxheti i zbalancimeve. Nuk është buxhet për njerëzit, por një buxhet që rrit kontratat korruptive, shpenzime operative të qeverisë me PPP të pafundme. Nëse ka një tregues që mat seriozitetin e çdo qeverie, ai është shëndetësia. Dhe këtu pamja është krejtësisht e qartë. Sipas vetë pohimit ministrit të shëndetësisë në Komision, buxheti për vitin 2026 për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale është vetëm 2.9% e prodhimit brendshëm bruto nga 3.7% që ishte vitin aktual. Jo vetëm që kemi ulje krahasuar me vitin 2025, por jemi edhe në nivelin e vitit 2013, në fundin pra të qeverisjes Partisë Demokratike, ku ishte 3.4%. Për 12 vite me radhë, qeveria Rama nuk arriti të përmbush as premtimin elektoral të shëndetësisë me 5%,
të prodhimit brendshëm bruto, e as të rritej më shumë se sa qeveria e Partisë Demokratike. Ndërkohë, në vendet e rajonit, shëndetësia financohet gati 2 herë më shumë dhe mesatarja e BE-s është mbi 10% e prodhimit brendshëm bruto. Përqindjet e vendeve janë të shënuara dhe mund të gjinden kollaj. A mund ta quajmë këtë model social? A mund ta quajmë këtë prioritet? Natyrisht që jo. Kjo është një tërheqje nga përgjegjësia, është braktisje e qytetarit. Ndërkohë që shpenzimet e përgjithshme të shtetit rriten me 6.6%, shëndetësia rritet vetëm me 2.2%, plot 3 herë më pak. Pesha e shëndetësisë në buxhetin e përgjithshëm bie nga 9.7% për vitin 2025 në 9.3% për vitin e ardhshëm. Kjo nuk është thjesht shifër në letër. Kjo është një rënje e cilësisë së jetës. Kjo do të thotë me pak fonde për spitalet rajonale, me pak për qendra shëndetësore, me pak për pajisje, për barna, për mjek dhe infermier. Do të thotë pritje të gjata, mungesë trajtimesh, mungesë dinjiteti. Kryeministri Rama premtoi se do të krijonte një fond posaçëm prej 15 milion euro barna onkologjike. Por në të vërtetë, çfarë do të ndryshojë në shërbimin onkologjik të QSUT-s? Në fakt asgjë. Nuk do të ndryshojë asgjë në spitalin onkologjik. Spitali është në kushte mjerane. Ka nevojë urgjente për një rekonstruksion, për kushte higjieno-sanitare bazike, për trajtim dinjitos të pacientëve, për shtretër të ri dhe shtesë në kapacitete, për më shumë poltrona trajtimi terapeutik, ka nevojë për PET scanner, për bradikiterapi, për barna të sigurta dhe të përshtatshme sipas protokolleve dhe standardeve ndërkombëtare të ndjekjes, për të shpëtuar më shumë jetë qytetarësh, për të lehtësuar sa të pak sakrificën e qytetarëve dhe për të rikthyer atyre dinjitetin e munguar. Ky buxhet nuk parashikon as se si do të ulë barrën të qytetarët për pagesat nga xhepi në shëndetësi, të cilat janë 6 herë më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Sot qytetarët shqiptar paguajnë 60% të shpenzimeve në shëndetësi direkt nga xhepi. Nga ana tjetër, për vitin e ardhshëm, kjo qeveri me këtë buxhet do të ulë fondet për pacientët spitalor me plot 5 milion euro, ndërsa numri i pacientëve rritet me 1.9%. A ka qeveri tjetër në Europë që financon me pak në momentin kur kërkesa rritet? Kjo është vërtet një këmban alarmi. Taksat dhe kontributi i qytetarëve duhet të rishpërndahet në shërbime për to, dhe jo të mbush babzin e qeveritarëve. Plot 80 milion euro vetëm për një projekt infrastrukturor PPP, si ai i tunelit Llogaras, tregon qartë se ky kabinet qeveritar e ka humbur kontaktin me realitetin e qytetarëve shqiptar. Koncesionet në shëndetësi për këtë vit janë mbi 40 milion euro, thuaj të njëjtë në vlerë sa investimet kapitale të marra së bashku për spitale dhe qendra shëndetësore në gjithë vendin. Në 5 vitet, 2022 dhe 2026, shqiptarët kanë paguar 215 milion euro për vetëm 4 koncesione, më shumë se investimet e drejt për drejta në shëndetësi. Kjo është zgjedhje politike e kësaj magjorance. Kjo nuk është domosdoshmëri ekonomike. Qartësisht prioritet nuk është pacienti, por afera e rrallës afatgjat. Buxheti për mirëqenien sociale përbën vetëm 1% të prodhimit brendshëm bruto në raport me buxhetin total, vetëm 3.3%. Këto janë do shifrat më të ulta në rajon. Ndihma ekonomike 74 milion euro për vetëm 61.000 familje. Pagesa mujore i bie 100 euro, rreth 3 euro në ditë për një familje me 4 anëtar. Pagesat e paaftësisë, rritje minimale, pagesë mesatare 93 euro. Ky është nivel që nuk mbulon as trajtimin sipas nevojave, e aq më pak për një jetesë dinjitoze. Bonusi i pensionistëve rritet vetëm me 3%, ndërkohë çmimet janë rritur më shumë se 10%. Edhe pse kërkojnë shumica e qytetarëve, edhe pse ne ua kemi sjellur tashmë prej 2 vitesh ligjin për minimumin jetik, sërish Shqipëria mbetet pa përcaktuar një minimum jetik që vendos një standard bazë për një jetesë dinjitoze për qytetarët shqiptar.
ndërsa fondet e mirëqenies sociale për më shumë se 1/3 e familjeve shqiptare rriten me vetëm 1.2% ose 2.5 milion euro. Shpenzimet operative të qeverisë rriten me 40 milion euro më shumë. Kjo nuk mund të quhet as qeveri sociale dhe as e përgjithshme. Të nderuar kolegë, dua të ndalem te një çështje që më prek si përfaqësuesi qarku Shkodrës. Përjashtimi i vazhdueshëm i veriut nga prioritetet e qeverisë. Në 4 qarqet veriore, Shkodër, Kukës, Lezhë dhe Dibër, që përbën 1/6 e popullsisë së vendit dhe 28% e territorit, investimet për vitin 2026 janë më të ultat. Sipas buxhetit të paraqitur, investimet publike për këto 4 qarqe si projekte infrastrukturore, ndërtim shkollash, rekonstruksion spitalesh, qendra shëndetësore, rrugë, kanale, ujitse e tjerë, janë vetëm 95 milion euro, madje 3.5 milion euro më pak se në 2025. Në total, investimet publike të vendit janë 1.67 miliard euro. Nga këto, veriu merr vetëm 5.7%. Në 2025 kishte 6.5%. Pra edhe ajo pak peshë që kishte veriu, po i ulet akoma më tej. Ndërkohë, edhe gati gjysma e këtyre shifrave që përmenda, po thuj 20 milion euro, shkojnë vetëm në 2026 për projektin PPP të rrugës Arbrit. Një kontrat e mbi ngarkuar dhe pa transparencë tek një rrugë që nuk përfundon kurrë. Si mund të flasim për zhvillim të balancuar kur veriu i vendit lëngon në mungesë investime, shkolla, spitale, qendra shëndetësore, rrugë, kanale vadice, bujqësie, infrastrukturë? Si mund të flasim për barazi kur buxheti nuk shpërndahet sipas nevojës, por sipas interesit politik dhe aferave korruptive të rrallës? Veriu nuk kërkon mosh, veriu kërkon drejtësi, veriu kërkon pjesën që i takon nga taksat që paguan. Të nderuar kolegë, shifrat flasin vetë, shëndetësia bie, mirëqenia ngec, investimet në veri paksohen, koncesionet mbizotrojnë, shpenzimet operative të qeverisë rriten. Ky është një buxhet që flet për mure dhe jo për njerëzit. Një buxhet që mbështet propagandën dhe jo qytetarin. Një buxhet që ul standardet dhe çon vendin pas dhe jo përpara. Ndaj edhe sot vota jon nuk mund të jetë për një buxheti që rrezikon shëndetin, dinjitetin dhe të ardhmen e shqiptarëve. Jo për të bërë opozit e mylla. Lutem edhe pak. Vota jonë është kundër, jo për të bërë opozit për hir të qenë të opozitar, por sepse jemi në anën e njerëzve që ky buxhet i lë pas. Pacientëve, të moshuarve, familjeve me të ardha të ulta, fermerëve, sipërmarrësve të ndershëm, rajonet e tëra të harruara. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë një buxhet që investon tek qytetari dhe jo tek propaganda. Një buxhet që vendos shëndetin dhe dinjitetin njerëzor në qendër. Një buxhet që rikthen shpresën pra tek qytetarë shqiptar. Ju falenderit. Zoti Malaj, ministri ka kërkuar fjalën. Në respekt edhe qytetarëve shqiptar, pasi e dëgjova deputetin Spahia dhe në fakt jo vetëm është duke disinformuar shqiptarët, por është duke krijuar edhe një lloj dasie midis shqiptarëve. Atëherë, për informacion të flasim me shifra dhe jo me retorik politike, deputeti Spahia, Shkodra për vitin 2026 merr 2.8 miliard lek, ndërkohë që qarku i Beratit merr 2.3 miliard lek, qarku i Gjirokastrës merr 2.1 miliard lek, qarku i Dibrës merr 5.3 miliard lek. Pra në çdo rast nuk ka as edhe një lloj ndarje të shpërndarjes së fondeve për qarqet në rang vendi. Ju falemnderit. Zoti Çelaj, po. Ju, një minutë, ju lutem, i kam dhënë fjalën zotit Çelaj. Zoti Çelaj, zonja drejtuese e seancës, kolegu im Spahia e përqendroi gjithë fjalimin e tij tek gjendja shëndetësisë dhe tek shifrat e buxhetit për vitin 2026 në sektorin e shëndetësisë. Këtu mungon edhe ministri i shëndetësisë, mungon edhe ministri me parlamentet se ajo mund të ketë punë shumë, ka bënë shkencë, por unë këtu, duke qenë se kam përsëritur me 10 herë nga kjo sallë, se ju, si rilindje e qytetarëve të Malësisë Gjakovës, ju a keni transferuar gjitha shërbimet, ku edhe për shërbime jetike, shëndetësore e konkretisht, ja se çfarë më shkruan një qytetar nga Bajramçuri.
po e lexoj në dialektin e tij siç më ka shkruar. Jam një qytetar nga Tropoja me smundje kronike, që nga data 13 tetor nuk ka fond për analiza. Çdo datë 15 të çdo muaj nuk ka fond. Ne bëjmë 240 km vajtje ardhe dhe pa bë analizat. Ali Musa, Bajancu. Shiko, më Pra, falë, deputet. mungojnë edhe fondet për gjërat bazike për bërjen e analizave shtetësore qytetarëve. Ku Deputet, është lehtësia fala si ju keni trumpetuar me shumë shumë. Do të jenë ministrat aty zonja drejtuesi e seancës. Po patjetër do të kërkojmë ministrin për marrëdhënie me parlamentin. Ju lutem, kur të keni fjalën për diskutim, ju lutem që edhe të jemi të zbatojmë rregulloren. Zoti Braçe, keni fjalën? Zoti Spajan nuk ju ka përmendur emrin. Po, Zoti Spaja, keni fjalën 2 minuta. Po, faleminderit. Atëherë, zoti ministër, unë nuk kompleksohem nga as pak nga tentativa juaj për të futur këtë përçarjen veri jug, nuk e kam as pak problem. Përkundrazi, duhet të shqetësoj juve. Unë thjesht ngrita një problem mase evident. Ju pyeta edhe paradite për këtë ndarje. Në qoftë se nuk ekziston, thuj nuk ekziston, por nuk është e vërtetë. Unë thash 95 milion euro për 4 qarqet e veriut, ju madje e ulët, thash 78 milion. Çka është akoma më shqetësuese. Unë kërkoj nga ju të di pse duhet ishte Shqipëria me 2.9% të prodhimit brendshëm bruto, e fundit në rajon, 6 e ka Kosova që vjen e dyta për nga fundi, mas nesh. Financime për shëndetësinë, po ju nuk jep një përgjigje. Sa për atë, ju përmend ajo pa qëllim, edhe në ato 95 milion që i përkasin 4 qarqeve të veriut, 24 milion shkojnë për rrugën e Arbrit. Dhe imagjinoni çfarë ngelet për tjerët. Këto janë problematika që duhet të shqetësojnë juve dhe nuk mund ta ktheni në tentativë për të më kompleksu mua as kënd tjetër me ndarje veri jug. Përkundrazi, pikërisht pse nuk e mendojmë atë pjesë. Kërkojmë edhe që të jemi të kujdesshëm e të barabartë në shpërndarjen e buxhetit, sipas peshës që paguajnë gjithë taksapaguesit. Fjalën e ka zoti Braçe, përgatitet zonja Denisa Vata. Nderuar drejtues e seancës, nderuar koleg, në këtë sallë ka deputet që din ta lexojnë buxhetin dhe natyrisht e kuptojnë. Ka gjithashtu edhe deputet që nuk din ta lexojnë buxhetin, nuk e kuptojnë, të heqin dorë, nuk e lexojnë fare. Ndërta më të pafajshmit janë